bashkëveprim kanë patur këtë javë efekte shkatrimtare mbi pronat e qindra dhe mijëra qytetarëve shqiptar në të katër anët e vendit. Damet janë kolosale, jo vetëm në infrastrukturën publike të cilat mediat i kanë paraqitur gjërësisht, por janë mira e mira kokë bakti. Janë qindra hektar sera. Janë infrastrukturë e vogël e fshatrave, të rënuara si asnjëherë në mote më parë. Këto mote, këto shira të mëdha, dëshmojnë infrastrukturën fiktive në këtë vend ose inekzistente kundër përmbytjeve. Investimet janë në të katër anët e vendit në sistemin e kanalizimeve, por kanalet janë të mbyllura, janë të mbushura dhe ato nuk ka kushti hap, sepse parat për mirëmbajtjen e tyre vidhen dhe vetëm vidhen. U bën virale në Shqipëri dhe në mbar Europën pamjet e rrugës sapo inauguruar të rrugës së Qukës-Qafë-Pllopsh, pamjet e rrugës Karliç-Delvin, pamjet e rrugës Arbrit, pamjet e rrugës Korç-Ersek, veprat e vetme, të gjitha të inauguruara vitin e kaluar ose gjatë këtij viti. Pra, pas një periudhe shumë të shkurtër inaugurimi, u shembën njëra pas tjetrës. Ndërkohë, skarpatet shumë herë më problematike, më të larta, se këto që u shembën të ngritura, skarpatet ngritura 15 vite më parë në rrugën e Kombit, në autostradën Levan-Tepelen, në autostradën Tepelen-Gjirokastër, dhe në autostradat tjera të ndërtuara, 13-15 vite më parë, skarpatat nuk kanë lëvizur. Nuk kanë lëvizur. Ndonse ato rrugë janë ndërtuar me një çmim nga 6 deri në 10 herë më të lirë se sa këto që shembën. I vjedhje të mërshme, e pa imagjinueshme, sepse ndonse është shpenzuar 6 fishi, 8 fishi, 10 fishi si pas rrugës, në ndërtim në kilometrit të 1 kilometri, skarpatat janë lanë që të shkasin, asnjë lloj përforcimi. I këtyre skarpatave, skarpatat janë pjesë thelbësore, por të mos thënë herëherë dhe më rëndësishme, se vetë trasea, unë rikujtoj ju këtu, se vetëm përforcimi i skarpatave të rrugës
Tepelen Gjirokastër. Ka marrë 2 vite. E cila gjeologjikisht konsiderohet pjesa më e shkitshme. Më shkrift, më shkitshme. Pa ato s'kan lëvizur. Sepse paratë e taks paguesve nuk janë vjedhur.